Mirëmbrëma Xhiro me Syçin. Para 2 ditësh ka ndodhur një tragjedi e rëndë në në Durrës, më duket, mos gaboj. Që 3 fëmijë kanë humbur jetën. Aksidente ndodhin kudo në botë. Por aksidentet në Shqipëri janë aksidente që ndodhin nga rrugaçëria e rrugës, nga të fortët e rrugës, dhe nga mungesa e forcës ligjit për të ndëshku këta njerëz që bëjnë si cuba në shoqërinë tonë. Dhe është keqardhje ta themi, po ne sot kemi ndërtu një shoqëri cubash, një shoqëri të fortësh, dhe kjo lloj shoqërie që është në zgript saj nuk ka asnjë lloj lidhje me qytetrimin modern dhe me Europën ku do të shkojmë ne, që hecen me rregulla dhe me ligje ku nuk sundojnë fortët, po sundon ligji për të mbajtur shoqërinë në ekuilibër. Por në anën tjetër, ajo që më bëri më shumë për të ndjerë keq, ishte patetizmi i medias, patetizmi i politikës, për të shpreh ngushëllimin, për të lurit për një moment se po ju garantoj mas një muaj do të harrohet dhe kjo tragjedi nuk do të harroj familja e atyre engjëve që shkuan qiell dhe atij që është në spital, por shoqëria do të harroj se kështu jemi mësuar. Dhe e dini pse harrojmë? Harrojmë sepse ne nuk ndëshkojmë të keqen si shoqëri. Nuk ndëshkojmë të keqen si shoqëri. Dhe pa filluar nga kjo, ne nuk mund të rregullohemi. Dhe pa filluar nga media, e cila ka ndërtu këto modele, media e të fortëve, media e trafikantëve, media e atyre që merr tendera e korrupsion, kujdun që bëhet e fuqishme me ndërtime, media e politikanëve që kanë bërë korrupsion me fuqinë politike dhe sot kanë ndërtu media. Pra, dhe në këtë media, çfarë kemi sot? Kemi një katraur, kemi një çfaqje të vanitozitetit, të hapur fare, të luksit, kemi një çfaqje të banalitetit të emisioneve që ka kjo media, që mos tash me përputhen, me thuputhen, me thithen, me përthithen, ku e diun që janë këto emra, e me ferma, e me kafsh, e ferma kafshve, ku e diun që janë këto emra. Kemi tjetër, kemi ndërtuesit që kanë shkatërruar çdo objekt sportiv. Para vitit 90, Tirana ka pas paktën 20-30 fusha futbolli. S'po them për basketbollit çdo fushë. Sot i mi kthyn pallate, ku të luajnë kalamajt. Përveç se ka në një që ka iniciativë, siç është klubi Partizanit që ka bërë një kompleks të madh dhe ndërton dhe ekipet zinxhir në këtë klub. Është i vetmi klub model. Klubet tjera po i kthejnë pallate, fushat e futbollit, hapësirat e sportit. Ku do të luajnë fëmijët? Fëmijët luajnë në rrugë. Dhe del një cup i lagjes, një fort i lagjes, që është kap disa herë i pin, edhe i shkatërron jetën, jo i shkatërron, po i merr jetën 2 fëmijë dhe i shkatërron jetën për jetë 2 familjeve. Pra, media duhet të ketë një model tjetër. Ne nuk kemi model politik, nuk kemi model në media, nuk kemi model në shoqëri, nuk kemi model në shoqërinë civile. Dhe pastaj ankojmë, ky qeveria nuk mund ta bëjë një njeri këtë punë. Kjo punë bëhet me një ndërgjegje si shoqëri. Përndryshe, ne kemi marrë rrugën dhe le të mburremi me ato makinat Maybach e me Lamborghini që janë prapë këto të fortë e këto të cubat, që i ka frykë edhe spaku, këto, sepse kanë lidhje edhe me BKH-n. Dhe e din shumë mirë kush janë. Janë këta që kanë falsifikuar për të bërë kryetar të BKH-s. Pra, gjitha këto pastaj na bëjnë që të vinë këtë pikë. Për këtë dhe për tjera sonte do të diskutojmë me kontributorin dhe të nderuarin Ben, i cili është njëkohësisht dhe miku im.
Ben, Përshëndetje njëherë. më falë për revoltën, po Patjetër, domethënë se këtë nuk revolt duhet qytetare. mrapon, patetizmin, kupton? Patjetër. Edhe kur këto janë modelet më të këqija që japim, pse s'flet media për fushat e sportit që janë kthyer pallate, që nuk kanë ku kalojnë njerëzit. Ke pallati im nuk mund kalosh nga makinat, nuk hyj dot. Ë? Edhe tash ti ben, si e shef ti gjithë këtë përmbledhje që bën Raun, don tragjedinë, po, se ndodh tragjedi, ku do ndodh tragjedi në botë? Në Amerikë kanë hyrë njerëzit matematik kanë vrarë shkollë. Por kjo është banale si rezultat i lejimit të cubave në për rrugë dhe i asaj që thash ku fëmijët nuk kanë ku lujnë më, lujnë në rrugë. Lujnë në rrugë, se fëmijët do të lujnë. Fëmijët nuk kanë arsyen që mund të vijë një kafsh, një shtasi ai që ti bi me makinë. Fjala për ty të ben. Faleminderit. Më fal Ben Andoni, se thash Ben duke pas konfidencën, pa e gjithë e njohin Ben Andonin. Ja, edhe Ben Andoni është shembulli më i mirë se njerëzit me vlera këtu në Shqipëri nuk Ben Andoni është njeriu që tregon se si ne jemi në krizë vlerash, sepse këtu vlerësohen ata që janë në shërbim të atyre oligarkëve apo hienave të kontrabandës e trafikeve të korrupsionit. Atëherë, unë zoti Demalia po e filloj nga fundi, nuk po e nis nga tragjedia. Ndaj me ju në deklamimin që bët vetëm me një fjalë që tha tragjedia e rënd. Tragjedia është fundi. E rënd nuk ka vend për tragjedi. Ke drejt. Por ja u besoj se shikoj që jeni shumë i ngarkuar si çdo qytetar, unë vetë po e kaloj gjoja në qetësi, por duket që ka thyer çdo ekuilibër për brenda. E para nga mungesa autoriteteve morale në vendin tonë, që do të thotë kleri tek ne është inekzistent për të mobilizuar njerëzit. Faleminderit Ben. Më kujtohet një moment i ndjeri Max Velo, po bëjmë këtë pjesën që ju ma lejoni për të folur edhe në gjëra tjera. E morëm për të folur në komunitetin e priftërimve katolik, nuk e di në cilën dioqez, dhe këtë ma ka thënë me gojën e vetë, sa fut atje përpara tyre, kuptohet ata shumë më të shkolluar se i ndjeri Velo, u thotë, si ka mundësi që në famullit tuaja dhe në dioqezën tuaj, po edhe në dioqezat tjera në veri të Shqipërisë, gjakmarrja është më shumë se në çdo vend tjetër. Për çfarë duhet e drejta kristiane, e mira kristiane, parimet e Krishtit, kur ju vetë nuk jeni në gjendje që të bindë njerëzit. Ishte gati pyetje retorike, sepse po të shikosh me kujdes, kleri tek ne më shumë merret në festat zyrtare, kur duhet presin në politikanët, se sa të bëjnë autoritete që njerëzit t'i ndjekin, që do të thotë në momentet se dhe gjithë kleri, musliman, katolik, ortodoks. No, kleri për mua është përdorimi keq i fesë. Prandaj thash. Ti nuk i gjen. Jo në kuptimin e asaj çka thuajnë komunizëm. Nuk i kuptimin modern, sepse kleri ka një ndikim të madh botë. T'ju them një element, zoti Demalia. Këtë thash për gjithë komunitetet, asnjëherë ose në raste shumë të rralla i kemi parë që të përzihen me njerëzit dhe të protestojnë. Kleri nuk proteston, po kleri është zëri moral i njerëzve, vetëm tjetë atje. Ka një episod shumë të bukur në kryengritjet e fillim të shekullit të kaluar. Njerëzit e klerit në veri të vendit, kleri katolik, franceskanët, sidomos se franceskanët janë të lidhur me popullin, ndryshe nga jezuitët që janë skolastik më shumë. Ata nuk njiheshin nga malësorët, ishin pa aq të rreckosur, pa aq të drobitër, pa aq të varfër dhe pa aq të themi luftarak. Ky autoritet na mungon autoriteti i shtetit. Mua më erdhi shumë mirë në deklamimin që bët ju. Ti nuk e gjen dot përgjigjen më as tek policia, as tek autoritetet civile të qytetit dhe mbi gjitha tek komuniteti. Me të vërtet një pjesë e tyre thoshte që ja kishin tërhequr vëmendjen. Por e kupton, individ të tillë që nuk reagojnë tregon që problemet e shoqërisë tonë janë shumë të mëdha.
unë jam i lindur i rritur vetëm pak metra nga vendi ku po bëjmë intervistën. Po them një element, është e pamundur në këtë vend që mbas orës 7 ti të kesh një lloj qetësie relative nga ndotja shumë e madhe akustike që krijohet. Sepse këta njerëz identitetin, staturën e tyre duan ta bëjnë me zhurmë, kujtojnë si janë në këtë pjesën e mitit që ka dhe kjo një shpjegim. Që në kohët moderne, zhurmën ose perënditë e dikushme greke që njerëzit i mbanin si mite në kokë dhe mbi to ndërtonin gjykime, tashmë njerëzit që nuk i njohin fare këto, na bëjnë zhurmën atyre, sokollimën atyre, parakalimet të panevojshme në pak metra rrugë, sepse i gjithë këto segmente që ndërthuren me këtë vend kur ne po bëjmë intervistën janë kaq të ngushta sa ti duhet të ecësh me limitin e shpejtësisë, duhet ruash veten, duhet ruash qytetarin dhe të tjerë. Dhe këtu vjen pastaj që receptori i parë i shoqërisë janë njerëzit e kulturuar, është media vetë. Mo më vjen keq në këto kohë, në media ka garë cili të bëj pjesën më shumë patetike ndaj fenomenit. Do të jetë dakord me atë gjë. Patjetër. Tamam, ka garë kush bëj pjesën më patetike me lot nuk më prekin lotë e moderatorëve, moderatorëve mu. Ndërkohë që këto janë modeli më i keq që japin kësaj shoqërie. Ndërkohë që secili nga ne mund të bëj shembullin e tij personal. Të eci normal me makinë, mos të ofendoj, të flasi normal dhe të kontriboj për shoqërinë. Ka qenë një smundje që këte kanë thënë që në vitet 30 njerëz dhe një nga personalitetet shqiptare, Tajar Zavalani, ju e dini është nga njerëzit që formoi departamentin shqiptar tek BBC-a dhe vdiq në 66-ën pasaj. Nuk mundi të kthej. Një figurë shumë e madhe, shumë enциklopedike, shumë e majtës, pastaj u mundua shkoj tek krim pjesë si majtë se e kemi bërë këtë majtë. I herë se e kemi bisedu këtu kene skat majtë të djathtë. Nuk më le argumentin që të thosha. Ishe pjesë të majtës së kulturuar dhe filloi të sillte ide të jashtëzakonshme për Shqipërinë. Madje këto ide duhet të thojë. Dhe fill mbasi erdhën komunistët dhe ai pa të majtën vërtet se çfarë i bërin në Rusi, sepse i kanë vrarë vllajën në Rusi. Ai ka qenë i shkolluar dhe në Rusi te Zavalani. Ai bën një lëvizje shumë interesante dhe bashkohet me mbretin. Domethënë në pjesën tjetër dhe kontribon ndryshe për vendin tash duke dhënë modele shtetformimi dhe modele se si Shqipëria mund të bëjë, por kuptoi Shqipëria në atë kohë kishte formim tjetër dhe tek e fundit po bënte shtet mbi vuajtjen me sakrifica të mëdha, me paradokse të mëdha që mos t'i harrojmë, por Shqipëria po bënte shtet. Dhe duhet t'ju them që një personazh i tillë në vitet 30 thoshte ne intelektualët që kemi mësuar më shumë nga tjerët, sepse në vitet 30 ai kishte qenë jashtë në perëndim, pastaj kishte qenë në Rusi, kishte hapur syt. Ne nuk duhet mjaftohemi duke i parë njerëzit, por ne duhet mjaftohemi duke i mësuar njerëzit dhe të bëhemi njësh me ata që t'rregullojmë Shqipërinë. Dhe jo të themi çdo moment që Shqipëria nuk bëhet. Kjo po ndodh tani. Ju e keni parë besoj zoti Demalia që një pjesë njerëzve vazhdimisht ja përcjellin fajin publikut ose të tjerëve. Por ka ardhur kohë që ne duhet të shkojmë ke sistemi. Dhe mbi të gjitha, sistemi ka probleme të arsimi, ke pjesa sociale dhe mbi të gjitha mënyrën se si ne zgjedhim njerëzit që na përfaqësojnë. Por do të na shërbente jashtëzakonisht shumë dhe në mendimin tim, nuk e di se çfarë mendimi keni ju, drejtësia në këtë vend po tregon që është armiku më i madh i shqiptarëve. Në qoftë se ky institucion do të vepronte, ky do të vendoste disa ekuilibra dhe njerëzit të paktën do fillonin të kishin frikë përpara ligjit. Njerëzit do respektonin shtetin e tyre, sepse Shqipëria nuk është vetëm ajo kur bashkon dy pllëmbët bashk me shenjën e tifozerisë kosovare. Ajo banalitet. Por Adheu është tamam ajo rruga ku ai shtypi ata dy fëmijët. Ai topi që ka ngelur aty mbas asaj makinës vrastare. Ai ajri keq që thithin ata njerëz. Ky është Shqipëria. Kjo ngjarje do të na bëjë mendim për shumë gjëra bën, jo vetëm për faktin e një qelbësire,
Po duhet menojmë për shumë gjona, ku janë terrenet sportive, ku janë shkollat, ku janë qendrat e kulturës për të mësuar muzikë, ku janë qendrat e sportit ta përmena, nuk kemi ne, nuk ekipe sportive, më nuk kanë fusha, kanë ca fusha të qelta që i kanë. Absolutisht. A kupto? Është nga Zoti Demalia është nga krimet më të mëdha, ne të dy vim nga sporti. Se ne themi, ne vim këtë pikë që, okej, kollaj është me konstatu, po prit, ne si shoqëri vetë majmë përgjegjësi, sepse në fundit janë shoqëritë që detyrojnë politikën, që të ndërtojnë institucionet, që ndërtojnë shtetin, që të ndërtojnë autoritetin e shtetit. Patjetër, por t'ju them një element. Dhe më fal, ajo që kemi përsërit shpesh, ne as kemi pas, as kemi, dhe nuk e dia do të kemi, po të paktën sa të jemi gjallë nuk e menoj, elita ndërgjegjësuese që kanë dashuri për të ndërtu këtë shtet dhe këtë vend. Mendoj diçka tjetër. Elita mund të t'iluminoj me ide, por e di kush e bëjnë shtetin, Zoti Demalia, e bëjnë ata burokratët e nivelit 2, nivelit 3, ata e mbajnë shtetin. Ata që dikur rinin me ato mëngoret e zeza, ata janë ndërgjegja e shtetit. Për shembull, nëse do kishte njerëz të tillë në bashki, nuk do I linin kur fushat ose ata arkitekt që sot ecin me këto makinat e shtrenjta. A ndjen që kanë bërë krim? Jo, fare. Fare. Sepse, dhe këtu është paradoksi I kulturës moderniste sot. Ata janë gati të të shpallin që ne po I emancipojmë shqiptarët nëpërmjet formave ndërtimore, ndërkohë që ne të dy e dim shumë mirë që shumë pallate kanë probleme të jashtëzakonshme dhe këtë tregon edhe djegja e fundit, do më thënë formën e jashtme, që thonë është edukim estetik modern I shqiptarit, se sa jo që një qytetar I thjesht ja thot normal, lini mjedise ku të moshuarit të pushojnë, ku të rinë të luajnë, ku fëmijët të argëtohen. Këtë nuk S'ka më bet. Më fal që po them, këto thonë morin shembull New Yorkun. Po unë kam jetuar New York, ti ke qenë New York, Boston, që janë qytetet mëdha dhe me ndërtimet mëdha të jashtëzakonshme, por ka hapësira në mes pallateve ben. Ka rrugë që vjen zjarfice ben. Ka fusha basketbolli janë pafund, mos flas këtu pastaj për Central Park që është sa Tirana. Pra, ç'in bëj për budallaj këto, se shqiptarët sot kanë dalë në gjithë botën, e dinë si është bota. Dhe gjendja është alarmante, ne të dy jemi rrit mes Tiranës, dhe Tirana është bërë qytet I pabanueshëm. Absolutisht. Dhe është, ju kam thënë dhe herë tjetër, dikur Tirana e kohës tonë kishte mbi 10 metra katror për frym, ndërsa sot ka më pak se 3 metra katror gjelbërim për frym. Të merr. Dhe çka duhet t'ju them tjetër është që ndoshta deklamimet tona nuk do merren në fund, po mos bëjmë diçka, Zoti Demalia, që çdo njeri nga ne të bëjë detyrën e vet, por me çfarë shikoj, një pjesë e madhe qoftë e bashkëqytetarëve tanë kanë humbur nocionin për Tiranën, kanë humbur nocionin për vendin e tyre. Dhe ç'është me për Tiranën. Kanë masakruar Bregdetin, më bën. Po. Golemi është bot të merr. T'ju them, e mban mend pish atë pyllin me pisha Golem. Sa gjë e bukur ka qenë, çfarë frymarrje e jepte gjithë Durrësit. Patjetër. T'ju them. Edhe ne e masakruam, edhe kush këta që bëjnë marrë gjithë ditën sot. Këta qelbësira që erdhën me dy gishta lart. T'ju them. Ta e filluan masakrën. Edhe Riviera tashmë nuk do quhet më Rivierë. Jo, s'është më Rivierë. Betonizuar. Ja, ke plot. Ka vite që nuk po shkoj dot më. Do më thënë në vendin e origjinës. Po ti e ke pasur e marrë, po. Të merr më burr, nuk kanë. Ore nuk ka rrugaç, nuk ka ndërgjegje se ty, mu, tjetër nuk ta lejon ndërgjegja, dhe ne kemi qenë këto, dishim me vuhin. Nuk ma lejon ndërgjegja që të shumtoj. Nuk ma lejon ndërgjegja që siç po ndërhet ky hoteli këtu I Qet Kastratit. Të merr, është hap gjithanej, po e kthen në geto. Po e kthen në geto parkun më të madh Tiranës. Po e kthen geto Qet Kastrati parkun më të madh Tiranës. Ç'është ky Qet Kastrati më? Kush është ky me gjithë dhëndrën e vetë me tjetrin që bëjnë kontrabande dohonit të naftës, se ashtu e përshkatërrën dhe Tiranën e Shqipërinë marr. Kush janë këto më? Kush janë këto cuba? Ilir, t'ju them diçka. M'fal për revoltën po është merr. Problemi shumë I madh është që duhet keni parasysh dhe një gjë tjetër, që klasa intelektualve që merret qoftë me lejet, arkitektët,
njerëzit që merren me lejet në bashki janë njerëzit më të papërgjeshëm të vendit. Dhe mua vjen keq që nuk ka moment që këta njerëz t'i vendosesh përpara ligjit. T'ju them një element e keni parasysh. Qytetet kryesore në Europë, ashtu siç kanë që është fest dhe është detyrë të zgjedhësh dirigjentin e qytetit, po flas për metropole, është detyrë që ti të kesh kryearkitektin e qytetit dhe kryearkitekti është më shumë se sa kryeministri për qytet. Po sigurisht ti jep frym, ai të thotë që jo, këto kanone nuk shkojnë këtu dhe këtu. Qyteti do zhvillohet kështu sepse duhet kjo. Ben, unë rrita shi ke banke, ke parasysh pallati ku ka qenë Gensruli në mes. Dhe më beso, mrena pallatit ka qenë një fush. Fusha është bo bar. Ka qenë një fush që u luajshin fëmijët aty. Po. Përveç kësaj është bo bar apo restorant, nuk e di, të merr që duhet të shef mrena 24 orë. Plus rrugët që shkojnë rreth janë bllokuar gjatë gjithë kohës me makina. Po. Dhe nuk reagon kërkush, as qytetarët, as bashkia, as policia, as kërkush. Pra janë dorëzuar gjithë para të keqes. Sepse ti nuk merr dot përgjigje. Dhe ky është problemi më i madh. T'ju them një element tjetër, zoti Rama i kishte ardhur shumë keq për relacionin e medias që ka ardhur negativ për Shqipërinë. Të gjithë kërkesat që bëjnë është në 2 ditët e fundit dhe Shqipëria ka zbritur dhe 3 vende tjera në lidhje me medias. T'ju them një element. Ka shumë kërkesa të kolegëve tanë, drejtuar autoriteteve që vinë me shumë vonesë kur lajmi e humb aktualitetin. Dhe shumica e institucioneve sot janë përsosur për të mos dhënë përgjigje. Dhe ti nuk merr përgjigje as në polici, ti nuk merr përgjigje as në bashki, ti nuk merr përgjigje në për dikastere, nëse nuk nje. Përveç se tani ajo parabola e Kafkës që ai personazhi trokiste Kedera priste, dhe kur i hapej i dilte një portë tjetër, priste. Prap i hapesh tjetra dhe duhet priste është pafund. Kështu është historia e Shqipërisë. Është si portieri Kafkës. Domethënë neve jemi një rreth vicioz dhe një pjesë jona sot japim kurajo njëri tjetrit, mundohemi secili të bëjë atë punën e vet. Unë me studentët e mi, ju me njerëzit e tu nëpërmjet emisionit. Ai sa mund bëjmë çfarë do bëjmë. Por shumë gjëra po bien në vesh të shurdhur. Dhe mua më vjen keq që shqiptari sotëm po ecën krejt mbrapsht për zhvillimin e vendit të tij. Të them, diçka besoj dhe juve ju bën përshtypje. Jemi akoma ose e quajmë të jashtëzakonshme që ti të marrësh diçka dhe ta hedhësh te koshi i plerave. Ata kanë bërë shkrim për atë, bërtiçin, bëjshin durët si shkipojnë dhe hussin shishet në rrugën e Llogaras, bau për plasin shishet. Lejnë ata. Dakor. Të merr. Reklam, publicitet. Hotel Ebel, një nga hotelet më të bukura do të thoja në Shqipëri. Në zemër të Korçës, një diamant i rrallë shkëlqen në kurorën e trashëgimisë, kulturës dhe serenatave, Villa Ebel. Një vend ku eleganca takon historinë, ku shija bëhet përvojë dhe çdo detaj flet me finesë. Qoftë për një drekë të veçantë, një darkë romantike apo një natë që nuk harrohet kurrë. Nëse vjen në Korçë dhe nuk ndalon te Villa Ebel, ke humbur një pjesë të magjisë së saj. Villa Ebel është një dhe mbetet e vetme. Megjithatë, vim nga vim është klasa politike e cila bën parlamentin, parlamenti bën shtetin, shteti bën ligjet, edhe kështu parlamenti bën ligjet, shteti i zbaton ato. Kemi dhe drejtësinë. Në këtë gjendje që jemi, si e shikon të ardhmen e demokracisë dhe mundësisë ngritjes institucioneve funksionale, se institucionet i kemi ne, po funksionale dhe me autoritet, dhe autoriteti shtetëror që mos nodhin këto pastaj që nodhin. Si e shef PS-n sot, që është në pushtet prej 14 vjetësh, pushteti gjatë të rëndon,
ka dalë një Elisa Spiropali, e cila deri dje i thonte Skënderbe, liderit të PS-s, sot i thot Hamza, dhe kemi një PD që është bërë tashmë qesharake, që unë prapë them që nuk ka vend për diskutu më për këtë PD. Po në anën tjetër, çdo të ndodhi, mendoni ju se demokracia akoma ka ngelur në shpresë për të ngritur, apo po rënohet drejt asaj që mund të quhet një demokraci? Po, personalisht besoj që fati për demokracinë tonë është që ajo të shkoj gjithmonë më shumë duke u degraduar. Pres shumë të paktën që të ketë një autoregullim ose një rregullim nga jashtë për sa i përket sistemit zgjedhor për të futur në lojë platforma të tjera politike. Ku janë mërben platformat e tjera? Ku janë mërben? Po, ku janë se dolën Shaba, e dolën Lapa, e dolën dhe na dolën modele më të këqija se Berisha. Shumë më keq. Shumë më keq, katastrofë. Çfarë doja të them? Në këtë moment që po flasim, PS-ja dhe PD-ja kanë kohë që kanë humbur misionin e tyre. Qoftë PS-ja nga e majta dhe PD-ja nga e djathtë. T'ju them një referencë. 13% e individëve, ose diçka më pak se 13%, pothuajse posedojnë gati 7% të depozitave bankare të vendit. Dhe 93% e vendit 13% posedojnë 7%. 7% të depozitave. Dhe 93% pastaj ngelet për pjesën tjetër, për shqiptarët e tjerë. Që do të thotë, kjo pjesë që po pasurohet gjithmonë më shumë, në një forcë të majtë që duhet mendonte. Edhe në sistemin kapitalist, patjetër, por në fuqi 3% kontrollojnë 97% pasurinë. Patjetër, por kemi vend mirëfilli kapitalist që nga tema, besoj që ky fakt është dhe kriza që ose në perëndim. Patjetër, po kemi një forcë siç është Partia Socialiste, që është partia e majtë dhe që flet më shumë si partia e djathtë, ndërkohë që kemi Partinë Demokratike që është kthyer si mbeturinë e Partisë Socialiste. Pse ja u thash këtë? Sepse gjithmonë kur kanë ardhur të majtët në këtë vend, dhe kjo të kujton Montanelin, shqiptarët bëhen gjithmonë më të varfër. Dhe unë me të drejtë thoni, pasuron me të djathët jo, me të djathët vjen kaosi, dhe shqiptarët kujtojnë se pasurohen, për këtë lloj pasurie pastaj do e lënë në mënyrët të ndryshme. Tash ka të djathtë këtu seriozisht se jo, nuk ka sepse e majta është më e djathtë se e djathta. Nuk ka për fat në keq, por e majta ka traditë, e majta ka një lloj fizionomie, e majta ka paraardhës, ndërsa e djathta tek ne është e djathtë shumë kaotike. Dhe problemi më i madh tani është për shembull për të nxjerrë një model të mirë të së djathtë, sepse gjithçka e ka uzurpuar zoti Berisha me peshën, me anomalinë e logjikës e ka uzurpuar duke e çuar në rënim. Po, e rënuar ishte Partia Demokratike. E keni parë që nuk bën më përshtypje atje. Ata të rënuar janë. Ja, nuk bën më përshtypje. Ata të rënuar janë. Bile sa janë bërë qesharak. Janë bërë qesharak për atë sepse është folur për Enver Hoxhën, por të veprosh kështu. Ja. 36, jo në fakt Enver Hoxha ka vdekur në 85. Dhe bie 41 vjet dhe për pak vite keni parasysh që drejtimi këtu do shkoj barabart me drejtimin e Enver Hoxhës. Atëherë do bëhet logjika. Mas 18-s nuk ditë ku është, tamam. Nuk dihet. Megjithëse dolin 82-shin, ka bërë një fjalim që për hir të vërtetës ka qenë fjalim jo i parëndsi. Fjalimi i jashtëzakonshëm për atë. Me pak fjalë. Nuk ka elita partijake përderisa nuk funksionojnë statutet në të dyja partitë. Për shembull, zonja Spiropali, kundrejt atyre fjalëve që bëri dhe përdorimit të rrjeteve, do ishte më natyrshme nëse do ishte arsyeshme dhe donte të bënte ndryshimin, duhet shkonte ka autoritetet e statutit partisë vet në komisionin e ankimimit. Dhe ne dim që kryetari i asaj patjetër që është vartës si Edi Ramës, por të paktën zyrtarisht kishte bërë një akt, formalisht kishte bërë një akt. Dhe aty tregonte personalitetin e vet. Këtë nuk e bëri. E njëjta gjë ke Partia Demokratike.
Në qoftë se do funksiononte statuti, ata nuk do ishin ndarë asnjëherë. Por kuptohet ke Partia Demokratike jo vetëm nuk e respektojnë statutin, po bën atë maskaradën e ditëve të fundit që është e paimagjinueshme. Ashtu si ke Partia Socialiste. Jo maskarad, po është domethënë për të prej kohësh brenda Partisë Socialiste ka ardhur koha që dikush duhet të shkundi dhe madje duhet të shkundi vetë edhe zotin Rama. Ka bërë çudi zoti Demalia diçka, nuk e di se sa ju bën përshtypje. Sot ka 4 lajme të ndryshme për zotin Rama. Armeni, në Emirate, është diku në kevarezat e dëshmorëve dhe nuk e di ku është tjetër. Ku është ky njeri? Omnipotent në çdo vend. A mund të ruhet nga kjo? A mund të ruajnë kolegët tanë këtë pjesë? Se këtë harrova ta thonë, për ta thonë në fillim, kur ishte për tragjedinë atyre dy fatkeqëve dhe atij që është spital, Berisha thotë, imagjino ku shkon këtu, nekrofilia e këtij përbindshi dhe e gjithë përbindshave të medias, ai thjesht dhe thotë që ato 2 fëmijë i ka vrarë një njeri që është i Partisë Socialiste, emra Partia Socialiste, dhe e merr gjithë media pas një lloj përgjegjësie, media e Irfanit, e media e Tufanit, e media e Çimit, e media e Qimit, e kujdion, e merr dhe e vën si lajm, domethënë deri këtu arrin perversiteti, Edi Rama ka 1000 gjunofe, por tash si ti të përdorësh, kush kjo për Edi Ramën, jo Partia Socialiste, po ti të përdorësh një tragjedi të tillë, dhe siç komenja në një moment, mirë ky plak matuf që është pervers. Shikoni, po kjo media dhe jo 10 pikë këtë ra media, po do të shkojnë në fund fare kjo media që kemi ne. Zoti Demalia t'ju them diçka. Edhe unë bashkohem me ju edhe me tërmend nuk kam fjalë për vdekjen e fëmijëve. Domethënë nuk ka asnjë justifikim. Jo për ata, për çdo fëmijë të botës që vdes, sidomos në Europë që nataliteti tani po zbret shumë. Por t'ju them një element, komunikimi tek Partia Demokratike, dhe kjo është pjesë e pyetjes tuaj, lë shumë për dëshiruar. E keni parë tek Partia Demokratike duhet ishte forca politike që duhet bënte çmos që t'i afronte gazetarë, duhet bënte çmos të bënte diskurse sa më normale dhe sa më intelektuale. Jo vetëm është mbyllur, por është për çmose. Ndërkohë që ty të vjen për të qeshur sepse ata e kanë hapësirë, Berisha flet, po ndërkohë Berisha po i bën qesharak. Ata vetë po bën shpesh qesharak. Jo, unë besoj që është një pjesë edhe shtërpësisë së medias. Shtërpësisë, ke drejt, shtërpësia medias. E kemi diskutuar pse i jep ti ato protesta me 20 vet aty dhe bllokon gjithë televizionin live. Zoti Demalia, ne të dy do ndiqnim shumë besoj pas vdekjes së 2 fëmijëve, sikur një njeri të bënte një reportazh që si jetonin njerëzit e tjerë në atë hapësirë. Çfarë rrugësh ki? Po. Do ta bëj unë. Bjerë dorën. Çfarë hapësire? Ku e marrin ujin? Çfarë furnizimi? Çfarë çmimesh kanë? Çfarë atraksione? Pse lozin aty fëmijët? Po, ke kap filmin, kështu bëhet kjo. Po. Dhe kjo është tim, jo dalësh aty dhe bëjnë sikur preken, masi janë tonu, janë vesh me Versace, me 2 ora, me bizylyk, diamanti, me diamante në qafë, na tregojnë atë vanitetin e. Këtë thoshte dikur te Arza Valani, është një pjesë që i sheh këto dhe nuk bën, dhe është një pjesë që i sheh dhe i përçmon. Ne tamam duhet bënim këtë pjesën që gjithmonë duhet të hapim syt njerëzve, duhet të tregojmë vërtet që si jetojnë këta njerëz. Për shembull në gjithë mediat tona, pjesën të madhe e politike, ne nuk e dim si jetojnë më shqiptarët. Ke plotësisht drejt. Ne nuk e dim me çfarë furnizohen, me çfarë. Ke plotësisht drejt. Si mbijetojnë. Pse fëmijët përveç humbjes së shpresës nuk kanë asnjë lloj perceptimi tjetër për. Më fal Denis Tashore, po Ben, unë shkova deri në Leskovik. Një natyrë që e ka beku Zoti, një gjelbrim, ato malet, bora, sikur po shkojshë me o taku me Zotin, të shifshe braktis, dhe më e dhimbshmja ishte nga Irashën, pastaj Irashën nga jugu, shef në përfshatën në shkolla të rënume, jo bosh, po të rënume. Këtu të regoti së qatarnike. Shkolla të rënume, nuk ishte një fëmijë, jo që s'kishte fëmijë, po ishte rënume shkolla, bosh. Edhe thojte, ishte emri shkollës.
Ky është mallkimi më i madh i Shqipërisë, braktisja dhe mbi të gjitha që ne nuk krijuam një model për shqiptarin për ta mbajtur në vend. Dhe na mori kohën, e mori pjesa ideologjike dhe mbi të gjitha ajo mendjegurësia jo. Fatmirësisht dhe fatkeqësisht njëkohësisht për këtë mendjen tonë të mbrapsht, Shqipënia ka burime të mëdha, resurse të mëdha për të jetuar shumë mirë në Shqipëri. Kjo është fatkeqësi dhe këtu ndahem me ju. Kjo është fatkeqësia më e madhe e shqiptarëve. Ne nuk duhet i kishim këto dhe po mos t'i kishim, ma besoni, do ishim vend 4 herë më i zhvilluar se sot. E dini pse? Do bënim çmos që të mbjetonim. Kuptohet që ju mund të kundërshtoni me drejt tani të thoni që ben vërtet po do hanim njëri tjetrin. Unë besoj që po mos t'i kishim dhe kjo është mësimi i Margaret Thatcher. U ka thënë kolegëve të tyre dhe është në YouTube, mund ta ndiqni me kujdes. U tha, e dini kush është vendi më i pasur i botës? Japonia. Rusia. Dhe i përmendi, ka ka argjend, ka naft, ka gaz. Po vjen më i varfër. Por ata nuk bëhen dot shteti, tha, sepse nuk kanë institucione si ne. Karta jone e demokracisë është fatkeqësi. Po pra. Por mbijetesa e njerëzve të bën, sepse njeriu është kafshë politike, të bën që në mbijetesë të zgjidhësh dhe individët për ta përballur me vendet nordike janë zhvilluar. Prandaj janë vendet zhvilluar. Prandaj Japonia është ajo që është. Ben, shumë faleminderit. Faleminderit. Gjithmonë bisedat me ty janë kënaqësi, edhe do shifemi prapë. Pra, edhe për sonte ishte Ben Andoni dhe shifemi në emisionin tjetër ditën e shtunë. Sa shkoj? 20.